pjesa e regjistrimit na Empower, se unë për shembull herë e parë që të kam taku ka qenë retriti në Durrës. Po, ai ka qenë seminari i parë, po unë kam fillu me një libër, me librin e Mimozës, Magjia e folurit pozitiv. Po edhe shpesh i kam ndjek videot, motivimet, storjet, edhe postimet e Mimozës. Edhe thjesht jam përshtat me energjinë time dhe me frekuencat e mia. Edhe kur ndëgjojsha Mimozën, isha po çështo është, edhe unë mendoj çështo. Edhe arsyeja pse e kam vendosur me marr librin e Mimozës, prap ndoshta ka qenë ai boshllëku mungesa e shkollimit. Edhe pse unë s'kam pas fatin me studiu, me kry një universitet tradicional, unë gjithmonë kam vazhdu me lexime, kam ndjek video, në YouTube, në platformat ndryshme, ato që mu më kanë interesu dhe ato që mu më kanë dashur. Studimet pa barëra. Sepse qëllimi jem nuk u kanë me marrë një diplom. Qëllimi jem ka qenë me arrit ata që unë ndroj edhe e du. Po nuk e di apet arsye pse unë kam vendosur me marr librin e Mimozës. Prapë e them se ka qenë ajo intuita jem që e ka ndje, sepse jam person që nuk e du sipërfaqësorën. Gjithmonë e du thellësinë, edhe shumë gjana në jetë i praktikoj kështu. Ajo e brendshmja jem, kur don diçka, unë e vendosin edhe në sipërfaqe.